sa i përket përgjigjes së tyre, unë besoj që përgjigja realisht u dha një ditë më herët. Përgjigja u dha nga një zëdhënës jo zyrtar i një grupi të caktuar ekonomik, ndërkaq një ditë më pas e pam që u zyrtarizua nga kryesia, apo ajo që quhet tani kryesia e LDK-s. Domethënë, vendimarrja në këtë rast, e këtë duhet ta dinë edhe votuesit e LDK-s, është vendosur nga kryesia e LDK-s dhe nga organet është vendosur tjetër kënd. Kryesia tani e LDK-s me sa duket është bërë vetëm një organ i cili miraton zyrtarisht fjalët jo zyrtare të palëve të tjera. Pra, përgjigja e tillë neve na befasoj me qenë se përputhej plotësisht me atë çfarë ishte shkruar apo ishte thënë një ditë më parë nga zëdhënës jo zyrtar të grupeve të caktuara ekonomike. Ndërkaq sa i përket qeverisë tranzicionale, siç u quajt, besoj gjithë e dini dhe pajtoheni që në raste kur ka luftë civile, kur vendi del nga lufta dhe nuk ka institucione, pra në raste të tilla kur ka kriza të pa para apo kriza jo të rregullta, ku vendi mbetet pa qeveri, atëherë propozohen zgjidhje të tilla. Do të thonë, realisht propozimi për qeveri tranzicionale është të kthehemi në kohën e UNMIK-ut, pra në vitin 2000. Unë nuk besoj që jemi aty. Problemin e kemi këtu me një plan që me sa duket i ka dështuar opozitës dhe tani kanë nxjerrë edhe kartën e fundit pra për na kthy në kohën e UNMIK-ut. Por po besoj qytetarët e dinë që rezultati zgjedhor i prodhuar tashmë ka caktuar kush është fituesi, por nuk është serioze se si jemi në situatë të tillë. Domethënë, çka po kërkohet është të kthehet situata në kohën e UNMIK-ut. S'ka UNMIK më, harrone. Ka qeveri tash. Nuk di që kanë kërku ata diçka. Ata na janë përgjigjur që nuk duan bashkëpunim politik me neve. Na kanë thënë me fjalë tjera, siç e tha edhe zëvendës kryeministri Agërvalla, që ata na kanë thënë ne vim veç nëse vinë edhe PDK-a me neve. Ne nuk jemi të interesuar, po besoj përgjigja është në letrën e kryeministrit Kurti që nuk jemi të interesuar të bëjmë koalicion me PDK. Zotri Murati, ju sapo akuzuat LDK-n që është në ndikimin e oligarkëve, vendosje të kush për ta. Pse keni kërkuar pikërisht koalicion LDK, sepse s'ka mujt me ndryshu mrena ditës? Do thotë një ditë po bëhet e mirë për koalicion, të nesër po bëhet e keqe. A në kupton kjo që ndryshon LDK-ja nëse vjen në koalicion me ju? Qëllimi i ftesës ka qenë pra që t'i ofrojmë qytetarëve një bashkëpunim dhe një qeveri stabile, ashtu siç ka pas deklarim nominal pra nga vetë kryesia e LDK-s. Por ne pam nga përgjigja e tyre që është e pamundur, edhe kur ofrohet bashkëpunimi i tillë, që ata të marrin vendimet vet. E këtë duhet ta di elektorati i LDK-s, pra që përkundër dëshirës dhe vullnetit të elektoratit LDK-s dhe të elektoratit tonë, pra që të ketë një bashkëpunim të tillë për dal nga ky ngërç, kryesia e LDK-s miratoi një qëndrim që ndoshta nuk përkon domosdo me votuesit e tyre, me vullnetin e tyre, dhe pastaj për çështje tjera dhe propozimet e tyre mund t'i pyesni ata.